Miq përshëndetje. Nëse mendon se astrologjia është thjesht një lojë, mendoj se je shumë larg së vërtetës. Nuk flas për horoskopet e gazetave apo televizioneve. Jo çfarë shenje je, por sekretin që priftërinjt e lashtë e ruajtën mbajtje me jetën e tyre. Sepse e vërteta është kjo. Astrologjia nuk u krijua për të lexuar të ardhmen. U kriju në të vërtetë për të kontrolluar realitetin. Çfarë është astrologjia? Para 5.000 vjetësh, ose 4.000 vjet, nuk është e saktë data, në Babiloni, priftërinjt zbuluan diçka të çuditshme. Çdo herë që hëna ndryshon fazë, deti lëviz. Çdo herë që Marsi është i kuq, fillojnë luftrat. Çdo herë që Jupiteri shkëlqen, lindin udhëheqës të mëdhenj. Dhe ata e kuptuan, qielli dhe toka janë shumë të lidhur. Çdo lëvizje atje lart krijon një efekt këtu poshtë. Prandaj filluan të studiojnë planetet, të shënojnë çdo lëvizje për mijëra vjet. Dhe krijuan astrologjinë, jo si lojë, por për të kuptuar se si funksionon bota. Sepse nëse di kur planetet lëvizin, di kur të veprosh. Kjo është pushtet. Siç dihet, dielli udhëton rreth një rrethi çdo vit. Ky rreth është i ndarë në 12 pjesë, 12 shenja, ose siç quhen 12 shenjat e zodikit. Çdo shenjë ka energjinë e vet. 1. Dashi, zjarri, fillimi, luftëtari i guximshëm. Demi, toka, i fortë, ndërtues, i duruar. Binjakët, ajri, i shpejt, komunikues, i zgjuar. Gaforrja, uji, do thonë i ndjeshëm, mbrojtës e familjes, si Luani, zjarri i pushtetit, mbret krenar. Virgjëresha, toka e organizuar, shëruesi, perfeksionist. Peshorja, ajri, i balancuar, gjykatësi i drejtë. Akrepi, uji, i thellë, transformuesi, misterios. Shigjetari, zjarri i lirë, kërkuesi i vërtetës. Britsjati, toka e fortë, ndërtuesi i mbretërive. Ujori, ajri i revolucionar, thyesi i rregullave. Si dhe peshqit, uji i gjithpranishëm, ëndërruesi shpirtëror. Këto 12 shenja formojnë rrethin e plotë ose rrotën e plotë të jetës, nga fillimi deri në fund, dhe përsëri nga fillimi. Dhe kur lind në një prej këtyre, thith atë energji përgjithmonë. Ajo bëhet pjesë e shpirtit tënd. Por ekziston një histori që të ndryshon gjithçka. Kur persët pushtuan Babilonin, brenda tempullit, 70 priftërinj po digjnin ndërshkrimet. Çfarë ishin këto tableta? Tabletat e destinisë, jo horoskop, jo kalendar, por rituale se si të kontrollosh planetet, sepse priftërinjt e dinin një sekret. Planetet nuk janë thjesht gur që lundrojnë. Ato janë qenie të gjalla kozmike, me vetdije, me fuqi. Dhe nëse di emrin e tyre të vërtet, ata të dëgjojnë. Tabletat ose dorëshkrimet përmbajnë emrat e fshehur të 7 planeteve, frekuencat që i thrasin. Ritualet për të hapur porta në dimensione të tjera. Priftërinjt zgjodhen të digjnin, apo ndoshta edhe të ruajnë. Sepse ka disa shkrimet tyre në muzeumin në Britani, sepse nuk donin që armiku t'i merrte. Ai që di emrat mund t'i kontrolloj. Por ka edhe më të çuditshme. Egjiptianët besonin se njeriu ka 7 shpirtra, jo një. Ka energjia jetësore, ba personalitetin, ren, emri i fshet, AB, zemra, AKH, shpirti i ndrishuar, khat, trupi, sheut, hija errët. Dhe çdo planet kontrollon një nga këto. Dielli dihet identitetin tënd, hëna emocionet, Marsi energjinë, Saturni anën e errët, që të gjithë e kemi. Kur vjen fundi, këto 7 pjesë ndahen. Çdo pjesë shkon te planeti që e kontrollon. Prandaj mumifikimi ishte i shenjtë
për egjiptianët, jo për trupin, por për të mbajtur shpirtrat bashk, sepse nëse nuk i çliron gjatë jetës, mbetesh i rumbëruar nga planetet përgjithmonë. Për hënën, siç dim është përfol shumë, dihet që hëna kontrollon emocionet, menstruacionet e femrat dhe shumë gjëra tjera, le të flasim në momentin kur dihet që hëna në 1965 NASA hedh një satelit për herë të parë për testuar sipërfaqen e hënës. Çfarë ndodhi kur hodhi? Hëna rezonoi si një zile, si një alarm, nga 30 minuta deri 55 minuta, si të ishte e zbrazët. Është e përmendur në raport zyrtar, por nuk e shpjegon askush, pra është një mister. Por në tekstet sumeriane e kishin thënë 4000 deri 5000 vjet më përpara, hëna quhet syri që vëzhgon. Sipas përkthimeve, hëna nuk është natyrale, është një stacion monitorimi që kontrollon ujin, emocionet, gjumin, ciklet e jetës, gjithçka. Pyetja është kush e vendosi dhe pse. Një libër që kam lexuar quhet Zimi i Luanit, shpjegon goxha shumë, nuk e di, konspiracion, mbetet. Dhe tani pyetja që të gjithë e bëjnë. Nëse gjithçka është e shkruar në hyje, a kemi zgjidhje? Sekreti më i madh është ky. Astrologjia funksionon vetëm nëse beson në të. Yjet nuk të kontrollojnë. Ata të tregojnë rrugën që zgjodhe përpara se të lindesh. Por ja ku bëhet e çuditshme. Gjithçka ka të bëjë me vetdijen tënde dhe si shpjegohet në disa vende past lives, që në fe hidhet shumë poshtë kjo, por që mendohet se çdo njeri ka pas edhe jetë më poprashme. Ka shumë shpjegime që në videon më të ardhshme do t'i shpjegojmë nga pak. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video, shikim në videot e tjera, ju përshëndes.